e të prej liftare në një. Së është mëra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk e keni plotësu besimin tuaj pa dashur për tjerë ata që doni për vete. Pra, sikur je i kënaqur me fëmijët e tuaj të liftar, kënaqje i zemrën. Merre i shtëpi, ai të kënaqet prej teje. Festoj dhe ai ditën e Bajramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë herë ditën e Bajramit. Edhe pali sa fëmijë duke luajtur. Po një ishte jashtë fëmijëve të tjerë, nuk po luante hiç. Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka qenë shumë merakshi për këto gjëra. Edhe e merr për tore, kështu thotë si e mirë. I kujt tjetër të kanë lekot, edhe baba edhe nona. Edhe nuk po të zonte me mirë e tjerë. I zbaf. E merr, e vesh me plaçka, e rregullon mirë. Edhe të shtë thotë luaj me shokët. I thonë ato sahabët që i kishte për mbrapa, i thonë, ja Rasulullah hecin të shtë se jam marove, e rregullove, thotë. Jo, thotë, nuk hik pa e pa duke posqesh, thotë, me fëmijët e tjerë. Ky ishte amaneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, zgjeroni zemrën, pse Allahu xhallahu na ka urdhëruar që t'i japim prej asaj që ju ka tepruar. Edhe normalisht të gjithëve tepër ju jep Allahu. Të gjithë. Vetëm se u duhet një person me i bën llogari ku ke shpenzu kot, sepse ti përpara Allahu xhallahu llogaria do të jetë rreth. Allahu do thotë kom dhon 1, 2, 3, 4, 5. A mund të shpëtoj llogaria me lekët e Zotit xhallahu? Me pa e shohim do ndinjon se po ti bëj llogari. Të imta e ke sistem do s'kam çfarë doj. E jo përpara Allahu xhallahu. Edhe treton Allahu xhallahu. Wallahi, që jo mirësi, që ai sadakatul fitri që e përmenen, ajo pjesë e zakatit që të ka mësuar Zoti që e jep për hir të Allahut dhe që të ka tepruar për pasurisë, më përpara shkon tek Allahu xhallahu. Bjen dorë Zotit. Edhe në ditën e llogarisë të del dëshmitar. O Zot, unë jam e vilonin. Mos e dëno vilonin. Edhe bile fletë dhe disa fjalë tjerë, sa po të bje këtë dora filonin. Ati që e ke bon njët me e qu, ke e halë gjiu, edhe thotë, deri dje thotë, ti ishe pronari im, të shte jam mund thotë, pronari jo, të rrugujën ty, të mbrojën ty. Thotë ajo, sa të ka e vogël që dhe ti, sepse ajo shtohet. Edhe më thëni, Allahu xhallahu pra e bekoate, ishe roja ime të thotë ajo, të shte jam në roja jote. Gjithmonë do të hecë përpara me, dhe që unë hecë përpara te. Bilaja ka lënë 2 faza. Edhe fazën e varet që nëse këna kaluar, të pret aty, edhe prej aty shkot pret para Allahu xhallahu. Edhe zbotën zemrën, mahen lidhje. Shikojni njerëzit që i keni afër, që i keni hallëxhi. Kujdeseni për ta, se një nga mënyrat me të shtu pasuria, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është rujtja e lidhjeve familjare. Rujtja e lidhjes farefisnore. Nëse ke marrëdhënie të mira me farefizin, Allahu do t'jap bereqet. Edhe aty kohën që ka probleme të bereqetit, ta dish se ka hik bereqeti për shkakun se ke shkut lidhje. Lidhjet janë gjaja më kryesore. Të forcojmë imanin, ta afrojmë tek Zoti xhallahu, po njëkohësisht i jep falëbardh përpara Allahu xhallahu. Inshallah nuk e harroni. Siç u thash, pra nëse do Zoti, si sot i javë ne do jemi me bandë. Në vendin e faljes inshallah do të bisedojmë prapë, nëse do jetë kohë e mirë. Edhe aty tek fushë mund dalim me disa pak ftohtë mes, po si do qoftë do ta bisedojmë. Do të kemi kohë me bisedu, do të kemi kohë edhe për ta nxjerrë lajmin në këto rrjete sociale. Gjithsesi nuk do të jeni të pa informuar. Lutë Zotin na falë në mëshirë e tij.